Qytetarët janë duke pa edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që pa krerë të ushtrisë caktuar të Kosovës, Kosova nuk mund të ecë përpara. Ju e dini fare mirë që as presidentja, as kryeministri në Ike, Kurti nuk kanë shkuar për të vizituar krerët të ushtrisë caktuar të Kosovës në Hagë. Mungesa e përkrahjes institucionale nuk është vetëm për protestë, është edhe mungesa e përkrahjes institucionale në gjykatën e Hagës, është një ngritje e vetdijes qytetare, duke pa padrejtësinë e cila po ndodh në vazhdimsi në Hagë, është mobilizimi i qytetarëve që drejtësia vendoset mend që krerët të ushtrisë lirimtare të Kosovës të lirohen të pafajshëm dhe të kthehen detyrave dhe përgjegjësive tyre, fillimisht pranë familjes e pastaj edhe në detyrat të cilat i kanë marrën në vazhdimsi peshën e kombit, sepse ne po e shohim që prej se krerët të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndodhen në Hagë, Kosova ka stagnuar dhe për herë parë ndodhemi në raporte të këqija si shtet me partnerët tanë që na kanë ndihmuar në ditët më të vështira gjatë kohës luftës, por edhe në ndërtimin e shtetit shpalljen e pavarësisë. Kosova për herë parë ndodhet nën sanksione nga Bashkimi Evropian dhe kjo është pamatyri dhe papërgjegjësi e udhëheqësve aktual të shtetit dhe qytetarët janë duke pa edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që pa krerë të ushtrisë caktuar të Kosovës, Kosova nuk mund të ecë përpara. Është mobilizim për vendosjen e drejtësisë, sepse tendencat dhe devijimin që ne ka bërë gjykata speciale është i hapur, po e shohin të gjithë qytetarët, prandaj edhe është ky mobilizim. Mungesa e përkrahjes institucionale nuk është vetëm për protestë, është edhe mungesa e përkrahjes institucionale në gjykatën e Hagës. Ju e dini fare mirë që as presidentja, as kryeministri në Ike, Kurti nuk kanë shkuar për të vizituar krerët të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë, derisa ka shumë burgshtetas tjerë të cilët i kanë vizituar, ju kanë japur mbështetje atyre në Hagë dhe kur mungon mbështetja institucionale të cilën e kanë pasur detyrë sipas ligjit për gjykatën speciale që ta japin këtë mbështetje, ju e dini fare mirë që kanë ndryshuar edhe rregulloren për financimin e krerët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke vendosur barriera për penguar edhe mbrojtjen. Ju e dini çfarë vështirësie i gjithë opinionin, veçanti ju mediat e dini çfarë vështirësie financiare kanë qenë mbrojtja e krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës për shkak këtyre barrierave të cilat i ka vendosur qeveria në detyrë dhe nuk pres diçka duke i njoftur të dy si udhëheqës dhe ngritjen e tyre politike, ata kanë ardhur në skenën politike duke akuzuar të tjerët dhe duke bërë zhurma të paqena në realitet dhe, si me thënë, ai zeniti i tyre politik është ngritur pas arrestimit të krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, presidenti Thaçi, Kadir Veseli, kryetarit Kuvendit Bacis Jakub, Rexhës dhe tjerë, pastaj ka ardhur ngritja e tyre politike, pra ata janë ngritur politikisht në fatkeqësinë kombëtare që është këtë rast arrestimi i krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ky është devijimi që ka ndodhur me gjykatën speciale, jashta asaj për cilën është themeluar pretendimet e Dik Martit, të cilat kanë qenë një re e zezë mbi Kosovën dhe të cilat është dashur që të largohet ajo re e zezë mbi Kosovën, mirë po tani devijimi ka ndodhur për gjëra krejt absurde, për ato çfarë edhe ju edhe ne kemi parë për një kohë të gjatë, dëshmitar të fabrikuar, të cilët flasin për lopë për vjeta e s'ka të bëjë kjo gjë me krimet e luftës. Besoj që e drejta popullit shqiptar për të vendosur drejtësi që po kërkohet edhe me këtë protestë nga Tirana të ndëgjohet fuqishëm anë kënd botës.